Universi alegorik dhe trashëgimia letrare e Ismail Kadares ishin në qendër të një leksioni të hapur, të organizuar nga Universiteti Fanoli dhe Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë. Leksioni, i cili u udhëhoq nga pedagogu Ilir Shyta dhe profesore Eriona Pambuku, u përqendrua në reflektimin mbi veprat letrare të Kadares, temat universale që ai trajton, si dhe rolin e tij në formimin e identitetit kulturor shqiptar. Gjithashtu u diskutuan ndikimi i Kadares në letërsinë evropiane dhe vlera e trashëgimisë së tij letrare në kontekstin bashkohor. Ismail Kadare mbetet një vlerë pa diskutuar në panteonin e letrave shqipe, mbetet, le të themi, univers në mendimin kritik me gjithë veprën e tij letrare, në poezi, në prozë, por sigurisht edhe eset apo studimet letrare që ka krijuar. Gjem te krimtaria e Ismail Kadares mitin, historinë, gjem fatin e individit, gjem shtetin, e kundërta shtetin përballë fatit të individit. Pra, është, le të themi, një premisë e cila sjell një koherencë të dyzuar mes viteve, le të themi, të një sistemi diktatorial në periudhën e realizmit socialist, por edhe krimtarinë e pas 90-s në vitet e demokracisë. Kjo tregon që personalitetet si Kadare nuk heshtën së shkruari, sepse ata vazhduan fal talentit të tyre të thonë emocionin e bukur të mesazhit edhe në vitet e demokracisë. Ismail Kadare mbetet një mal i madh, i lartë në letërsinë shqipe, që zorse i bëjnë hije të tjerët, që do të thotë madhështia e veprës së tij mbetet në koherencë të padiskutuar. Është një emër që e ka sfiduar prej kohësh vdekjen dhe që unë mendoj do të bëj dritë me veprën e tij në vazhdimsinë letërsinë shqipe. Aktiviteti shërbeu si një hapësirë për diskutim, analizë dhe vlerësim të kontributit të jashtëzakonshëm të Ismail Kadares, duke përfshirë student, pedagog dhe të interesuar për letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në aktivitet nuk munguan recitimet dhe momente muzikore përshëndetëse.